Kështu që aftësia e vaginës për të lubrifikuar, do më thënë gjatë seksit maraton, është e kufizuar, nuk është aftësia e vaginës për të lubrifikuar ka një limit, nuk është pa fund. Pra, kjo është ideja. Kështu që disi është puna, kjo gjë është koha, unë e thash dhe përpara, pra, kur vjen në qef. Pra, kur vjen në qef, koha e duhur është ajo kohë që merret sa të dy partnerit të arrijnë në orgazm. Kjo është faktikisht përgjigja ideale e kësaj pyetje. Dhe mund të jetë 15 minuta, mund të jetë 7 minuta, mund të jetë 20, 30 minuta, 40 minuta. Nuk ka një përgjigje. Pra, koha e duhur e kësaj gjëje është atëherë kur të dy partnerit arrijnë në orgazm. E keqja është faktikisht se e arritura në orgazm është një çik për femrat merr gjatë. Femrat i mendojnë gjërat dhe i storolojnë gjërat dhe stimulimin e ndjejnë ndryshe nga mashkulli. Kështu që ke parasysh ka një moment që për shembull unë si Armin më pëlqen një lloj stimulimi dhe në rast se e vazhdon atë lloj stimulimi për një farë kohe, unë të përgjigjem, pra unë arrin në orgazm. Ama në rast se partneri im për momentin është duke bërë këtë stimulim, po ndërkohë mendon që diçka tjetër mund të ishte më interesante dhe shkëput ritmin e këtij stimulimi dhe këtë stimulim, atëherë mua më kalon momenti i të ardhurit në orgazm nga kjo gjë që po ndjeja, pra. Dhe do më duhet ta filloj nga fillimi këtë gjë, pra e humba të koncentrimin. Kjo ishte ideja që dua të them. Megjithatë, nga që femrat për shembull ndonjëherë, kjo është shumë gri. Dhe këtu vjen ajo që njohja e trupave të tu dhe njohja e partnerit, pra ajo të qenit komfort dhe rehat me partnerin. Këtu hyn ai lloj komunikimi që domethënë ka rëndësi, për arsye sepse në rast se vazhdon shumë gjatë dhe partnerja nuk po të përgjigjet, ajo e ka kaluar atë pikë, kështu që duhet të rigrupohesh, të kthehesh prapë tek ajo pikë. Dhe mbase është okay që atë kohë, në atë moment që ju patët këtë eksperiencë seksuale, ajo nuk arriti në orgazm. Domethënë, ndonjëherë ndodh që edhe mos arri në orgazm. Është më se normale. Në të kundër pra si shikohet në porn që ke parasysh aktorët gjithmonë vinë me furi edhe në një magnitudë të tmerrshme, më the të thash, domethënë, nuk është ky perceptimi, pra dhe femrat i vret kjo ndjenjë, sepse dhe ne shikojmë atë gjë dhe mendojmë që pse nuk jam ushtur, kam diçka që nuk shkon tek unë. Kjo është ideja. Pra, ideja ime është, domethënë, që kjo do hapje në një linjë komunikimi këtu. Dhe ky komunikim nuk bëhet kur jenë krevaci, çik vonë për këtë punë. Tashi, okay, mund të ndërmarrësh nisma dhe ke parasysh mund ta kthesh situatën ndryshe, me charm, me epsh, me shumë gjëra, por e mira është që këto gjëra për shkakun të bëhen në një moment kur je thjesht duke bërë një bashkëbisedim të këndshëm. Unë faktikisht nga eksperjenca ime, partneri im vdes për makarona, pasta. Kështu që unë zakonisht, sa herë e shoh që e ha, si t'jen linguini, si t'jen spageti, si t'jen ravioli, gjithmonë domethënë më jep një spark në mendje, një shkëndijë në mendje dhe gjithmonë i bëj një lloj shakaje të tillë që është si po e lëpin atë ose si po e thith atë makaronën tani, ke parasysh dhe po e shijon, ashtu duhet ma bësh mua për shembull. Dhe aty i trigger një gjë të tillë, domethënë e di. Dhe e bukur fare sepse në këtë kontest fjala nxjerr llafin, dje në mëngjes ishim gati për të shkuar në një mbledhje. Isha gati për të shkuar në një mbledhje. Dhe marr një tekst, zemra dhe gjuhë. Dhe ke parasysh shumë e zënë duke bërë letrat gati, e shikoj dhe i them, "Çfarë?" Dhe ky më thot, "I love you and I want to eat you." Të dua dhe dua të ha. Dhe mua më kujtua historia e raviolit, më kujtua pastaj edhe gjëja që do flisja sot. Të më dha pak a shumë një lloj shkëndije, domethënë për këtë. Kështu që pra, ideja është kjo që është okay që ndonjëherë nuk arrin të orgazmosh në moment. Por, trupat tanë janë shumë sensitiv. Sidomos trupat e femrave, pra tanët kur flen tonat, janë shumë sensitive. Kështu që duhet jeni shumë gentil, duhet jeni ta filloni avash këtë gjë. Në porn për shembull kur e shikoni që ka gjithmonë këto goditjet matrapik. Goditjet e forta, ato penetrimet e forta kafshërore, më the të thash. Shiko, kjo është normale, domethënë dhe ka femra ose që e pranojnë këtë lloj eksitimi dhe këtë lloj stimulimi dhe u pëlqen.
Por ideja dhe ky kësaj gjëje është që të fillohet avash, domethënë avash duke e rritur pastaj. Dhe ideja ime perfekte të avash për shembull është që fillo avash, më sill në trup, pastaj fillo dhe më të riq flokët. Prandaj edhe ky stili i flokëve mi ka një qëllim, nuk është pa qëllim, që i kam tërruara kështu dhe to gjata. Pra, ideja është domethënë që e kam bërë këtë me dijeni të plot, domethënë kjo është ideja, pra që të fillohet avash, po pastaj të rritet ritmi pra. Atëherë, si fillohet avash? Çmendim ke për shqiptarët nuk din me e bo me lap. Do flas për atë. Faktikisht jam më dëgjoj. Ti e merrngoj po. Unë e kam thënë këtë gjë tani. Patjetër, megjithatë do vazhdojmë. Atë ta amon, po më ja. Po pra, ajo është ideja pra që gjithë meshkujt e kujtojnë se është aty në formë dhe ajo lloj penetrimi, ajo lloj goditje është ajo që duhet. Tash pra, fillo avash dhe pastaj kap flokët edhe fillo fort. Po gjithmonë duke pyetur femrën, ke parasysh gjithmonë duke marrë edhe lejen, duke qenë gentil, më thetë thash. Kështu pra, zakonisht femrave u pëlqen të përkëdhelen, u pëlqen të arrin atë temperaturën e zjerjes. Kjo është domethënë me nxitim. Domethënë, të bësh atë pa nxitim, po dhe pa pauza, sepse unë fola, ke parasysh vërtet, domethënë po më stimulon, po merr kohën që po më stimulon, po në rast se mendon që për një moment të marrësh një pozë, një ndërprerje dhe do bësh diçka tjetër, pra, ke parasysh ajo mua më çorienton, më heq koncentrimin. Pra, kjo është ideja, kështu që duhet filluar pa nxitim dhe pa pauza. Duhet merrni atë kohën e kënaqësisë, e krijimit të kënaqësive, pra gjitha llojet e përkëdheljeve. Unë e thash edhe këtë ritmi, domethënë duhet shikoni ritmin njëra, avash, pastaj do filloni do shpërtoni, pastaj do ktheheni prapa në ritëm më të avashtë. Unë e kam bërë edhe me stimulimet, për shembull me pjeshkën, nuk e di e mbani mend videon e pjeshkës me llojet e stimulimeve. Po, është e rëndësishme që femra ta kuptojë që edhe mashkulli po ndjen kënaqësi ndaj ajo që po i bën asaj, pra nga dhurimi i kënaqësisë. Pra për mua është shumë eksituese kur unë e shikoj në sytë e partnerit tim që ai ke parasysh po eksitohet, edhe fytyra, shprehjet e tija, frymarrja e tij, domethënë që ai po më sjell mua në qef, mua më jep një ndjenjë, domethënë akoma më kënaq, domethënë akoma më me epsh, akoma më kënaqësi, më bën të vi vetëm nga ajo ideja, domethënë kjo është ideja. Kështu që djema, që po më ndiqni tani, atë egon hidheni çik kështu nga ana tjetër. Edhe mos e kapni me dorë për ato kohë, ato 15, 20, 30, 40 minuta që do shpenzoni duke bërë seks, lëreni egon më njanë, pra. Edhe kjo ideja që ke parasysh mikloje femrën, pra, bëhe që të relaksohet, bëhe që të, domethënë ta shijoj këtë shkëmbim kënaqësie, dhe këtë unë e thash, e fola dhe me anën e komunikimit. Domethënë duhet ta dish se çfarë ndes më shumë, çfarë fantazish, çfarë dëshirash, çfarë pikash i gjenden asaj që i japin kënaqësi sa më të plotë dhe sa më lehtë edhe për juve, pra.